Bashkia e Vlorës ka prezantuar programin e aktiviteteve që do të zhvillojë me rastin e çlirimit të qytetit 15 tetori, Vlora në frymën e lirisë, ndërsa aktivitetet do të startojnë qysh më datën 10 tetor me Vlora Krenaria Jon, një aktivitet i qendrës kulturore të fëmijëve në orën 18. Në 14 tetor, ora 11, qendra kulturore e fëmijëve do të zhvillojë aktivitetin Vlora në frymën e lirisë, një program letrar, muzikor e koreografik, kushtuar ditës së çlirimit të Vlorës. Cross Fest Vlora Vrapon do të jetë më datën 15 tetor në orën 10:30 në bashkëpunim me Zyrën Arsimore Vlorë Himar, një fest sportive për një jetë, ndërsa edhe ky aktivitet i kushtohet çlirimit të qytetit, ndërsa ceremonia zyrtare do të zhvillohet në datën 15 tetor në orën 10 në ambientet e varrezave të dëshmorëve. Bashkia e Vlorës ka programuar një sër aktivitetesh për muajin tetor që përkojnë edhe me çlirimin e qytetit të Vlorës. Kulmi i aktiviteteve do të jetë data 15 tetor me ceremoninë në varrezat e dëshmorëve, por për të vijuar edhe me një sër aktivitetesh të tjera, të cilat do të jenë të spektrit kulturor, artistik, por edhe historik. Tashmë, Bashkia e Vlorës ka publikuar edhe agjendën e cila do të jetë e larmishme, ku ftohen të gjithë qytetarët të bëjnë pjesë e këtyre aktiviteteve. Por aktivitetet e larmishme do të vijojnë edhe në datën 15 tetor, jo vetëm me ceremoninë zyrtare. Do të ketë edhe një ekspozit në orën 11:30 në Muzeun e Qendrës Kulturore të Bashkisë së Vlorës, Gratë Vlonjate, pjesëmarrëse në luftën e dytë botërore. E për të përmbyllur me koncertin festiv të orës 12 në teatrin Petro Marko, një koncert i përbashkët midis institucioneve. Orkestra e Harqeve me dirigjent Daniel Kuçajn do të jetë në orën 18 në kineman e Qendrës Kulturore të Vlorës, duke përmbyllur një ditë plot aktivitete, por për të thënë pse jo, edhe një javë me aktivitete kushtuar 15 tetorit.